Policia e Pogradecit të zbardh dhe dokumenton me fakte ligjore vjedhjen e 2 banesave në qytet. Janë kapur dhe arrestuar në flagrancë 2 autorë të dyshuar dhe shpallet në kërkim bashkëpunëtori i tyre. Sendet e vjedhura këta shtetas i shisnin në qytetin e Tiranës më pas. Specialistët e seksionit për krimet në Komisariatin e Policisë Pogradec bën arrestimin e shtetasëve Aull Dashi 30 vjeç dhe në Çollaku 25 vjeç, të 2 banues në Pogradec, si dhe u bë shpallje në kërkim me shtetasit ZS 22 vjeç, banues në Tiranë. Pasi më datë 27/6/2017 në lagjen 3 të Pogradecit, këta shtetas kanë vjedhur në banesën e shtetasit RB 64 vjeç, një unaz Floriri, një varse Floriri dhe një ordore. Gjithashtu në vijim të veprimeve hetimore lidhur me këtë rast, u bë i mundur dokumentimi me fakte ligjore i vjedhjes të një tjetër banese në pronësi të shtetasit me inicialet AT 45 vjeç. Ngjarja ndodhur në datë 8/6/2017, ku shtetasit e lartë përmendur kanë vjedhur një sasi lekësh dhe 2 varse Floriri. Në cilësinë e provës materiale, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan një automjet tip Mercedes-Benz me targ TR 9268P, me të cilin këta shtetas qarkullonin për të kryer vjedhjet, një varse Floriri, një unaz Floriri, doreza dhe kraçavida, të cilat shërbenin për hapjen e dyerve të banesave.